Të shtanë merm zjarri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vritën 3 të rinj. 3 persona janë vrarë dhe 3 të tjerë u plagosën në një incident me të shtanë merm zjarri në shtetin amerikan të Virginias, siç raporton CNN. Ngjarja ka ndodhur pasditën e së martës, ku kanë shpërthyer të shtënat. Nga të shtënat kanë mbetur plagosur 3 persona, të cilët janë dërguar në spitalet e zonës. Mësohet se viktimat janë të gjithë të rinj, 18 dhe një 20 vjeçar. Ende nuk dihen motivet e ngjarjes, ndërkohë që raportohet se në pranga kanë rënë 4 adoleshent, 2 16 vjeçar, një 17 vjeçar dhe një 18 vjeçar.